Muslimani kush don me hin xhennet duhet me largu pengesën nga rruga. Duhet me largu pengesën nga rruga, jo me zon rrugën, jo me pengu në rrugë, jo me bë fesat në rrugë. Kështu transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet për një burr që rrotullohet në xhennet tek pema në të cilën e kishte prerë në mes të rrugës. Hadithi është i njohur, e tregon që i pengon të njerëzit. Një pemë ka pengu në rrugë, ai e ka largu atë degë se i ka pengu këmbësorëve. Prandaj ti musliman që ja ke mësuar xhenetit, mos e zin rrugën me kerr. Mos e pengo komunikacionin. Ndoshta ti bën shkak që dikush është i smundur me çun në spital, e ke bllokuar rrugën. Mos hudh mbeturina dhe fllitësina në rrugë. Me të ardhë era keqe e lagjës dhe e mahallës tënde. Muslimani është i pastër, Islami është i pastër, Allahu e don të pastërit, xheneti është për njerëz të pastër. Prandaj hami fllëçtë dhe xhenetli nuk shkon. Muslimani duhet të heqë kesat prej rrugës. Muslimani duhet të mëkon pedant, muslimani duhet të mëkon i pastër dhe i rnek, mos me zon as rrugën e as mos mi pengu. Prandaj pe imanit është me thonë shahadetin, imani është 70 disa pjesë. Në hadithin tjetër që tregon pejgamberi sallam, e para është me thonë la ilaha illallah dhe e fundit është me hek pengesën prej rrugës.